I nderuar zoti ministër, të nderuar përfaqësues të programit ICTAP, i nderuar zoti zëvendësministër, e nderuar zonja sekretare e përgjithshme, të nderuar pranishëm. Sot është një ditë e rëndësishme për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe për vetë marrëdhënien ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve të zbatimit të ligjit. Kam kënaqësinë sot të prezantoj një aplikacion të ri mobil për raportimin e ankesave, e cila quhet Agjencia Digjitale, e cila shënon një hap të ri drejt transparencës, fuqizimit të mekanizmave të mbikëqyrjes publike nëpërmjet një platforme të re dhe inovative. Ky aplikacion vjen në përputhje të plotë me prioritetet e qeverisë shqiptare për digitalizimin e shërbimeve publike, si dhe në funksion të misionit tonë për të garantuar një mbikëqyrje efektive dhe të pavarur, duke trajtuar në mënyrë të shpejtë, pa anshme dhe profesionale çdo denoncim apo shqetësim të ngritur nga qytetarët. Krahas metodave të kontaktit që agjencia sot ka në përdorim, siç është linja e gjelbër, website-et, rrjetet sociale dhe numri jon WhatsApp, tashmë me disa klikime të thjeshta qytetarët mund të raportojnë veprime të pahishme, abuzime apo tejkalime kompetencave në kohë reale. Gjithashtu mund të bashkëngjisin materiale provuese, foto, video apo dokumenta të tjera. Si dhe në fund mund të marrin informacion mbi statusin e denoncimeve të tyre në çdo kohë. Pra është një proces i thjeshtë, i sigurt dhe i besueshëm, duke garantuar gjithashtu ruajtjen e plotë të anonimatit për çdo qytetar që zgjedh të mbetet i paidentifikuar. Në një kohë ku vendi po përjeton një rritje të ndjeshme të vizitorëve të huaj, veçanërisht gjatë sezonit turistik, një platformë digjitale për raportime rrit sigurinë publike, duke kontribuar në imazhin e Shqipërisë si një vend mikpritës që i jep prioritet transparencës dhe standardeve europiane të shërbimeve. Për ne, në qendër të veprimtarisë së përditshme është qytetari, dhe angazhimi ynë i palëkundur është që të ndërtojmë një sistem që garanton drejtësi, siguri dhe respekt për të drejtat e njerëzit. Ky aplikacion nuk është thjesht një platformë teknologjike, është një qasje e re komunikimi ku qytetari luan një rol aktiv në evidenticimin dhe parandalimin e shkeljeve nga ana e punonjësve të policisë shtetit, gardës së publikës dhe shërbimit grafikës. Ne jemi të vetëdijshëm që besimi ndërtohet në kohë përmes veprimeve konkrete. Me këtë hap besojmë se po japim qytetarëve një mjet real për të reaguar, për të kërkuar llogari dhe për kontribuar në një shoqëri më të drejtë, më të sigurt dhe me institucione që shërbejnë me dignitet publikut. Së fundi, më lejoni të ftojmë gjithë qytetarët të bëjnë pjesë aktive e këtij procesi, duke ndërtuar një model të ri bashkëpunimi, ku fjala e çdo qytetari dëgjohet, respektohet dhe sjell ndryshimin. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar përfaqësues të ICTAP-it, të nderuar drejtuesi i AMP-s, zëvendësministër, sekretare e përgjithshme, të nderuar pjesëmarrës. Në një shoqëri demokratike dhe të drejtë, siguria nuk mund të ndërtohet pa besimin qytetar. Nga ana tjetër, të gjithë jemi të vetëdijshëm se besimi nuk fitohet me fjalë, por me vepra konkrete. Sot jemi këtu për të ndarë me ju një hap të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënies mes qytetarit dhe institucioneve të rendit dhe sigurisë publike. Një hap që vjen jo vetëm si përgjigje ndaj nevojës dhe transparencës, por si një pjesë e vizionit qartë për një shërbim më të përgjegjshëm dhe pranë qytetarit. Javën e kaluar, bashkë me Ministrën e Turizmit Zonjën Kumbaro, vizituam dhe inspektuam në Vlorë, Himar, të gjithë shërbimet e policisë dhe të agjencisë Bregdetit. Me gjithë masat dhe angazhimin e marrë, atje pam dhe konstatuam disa probleme të cilat lidhen drejt për drejt me zbatimin e ligjit, të cilat lidhen drejt për drejt me zbatueshmërinë e rregullave dhe standardeve të vëna po prap nga ne në përputhjen të plot me ligjin. Aty konstatova një ashtu quajtur nxitje, presion pozitiv i strukturave të AMP-s ndaj punonjësve të policisë në respektim të ligjit dhe në përputhje me aktet ligjore. Dhe kjo jo vetëm për të garantuar dhe përmbushur detyrimin për një sezon turistik, por për gjatë gjithë vitit, e cila duhet vijojë me ushtrimin e detyrës dhe rreptësinë në zbatimin e ligjit nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ndaj shërbimeve policore, zjarfiksis dhe gardës. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ndërtuar dhe vënë në funksion një aplikacion të ri
mobil me emrin Agjencia Digjitale, që ofron qytetarëve një mjet të ri të drejt për drejt, të thjesht për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga ana punonjësve të policisë, Gardës së Republikës, po ashtu dhe zjarfiksit, pra 3 autoritete të cilat monitorohen nga kjo agjenci. Ky aplikacion është i disponueshëm falas për të gjithë në një sistem shumë të thjesht Android dhe mund të shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nisma në fakt është më shumë se sa një zgjidhje teknologjike, është një angazhim i qartë për të garantuar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një kulturë të re e raportimi, ku qytetari dëgjohet dhe i ofrohet mbrojtje. Kjo është detyra jonë parësore. Krahas kanaleve ekzistuesve të denoncimit, si dhe numrit jeshil, tashmë prej vitesh, në funksion, aplikacioni i ri përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të administratës dhe administrimit të ankesave dhe forcimit të integritetit shoqëror. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë mënyre teknologjia po ndryshon të gjithë jetët tona, por edhe në të njëjtën mënyrë se si ndërveprojnë institucionet. Kjo risi është në përputhje të plot me strategjinë e digitalizimit të qeverisë shqiptare dhe përforcon përpjekjet tona për ta bërë qeverisjen më të hapur, më transparente dhe llogaridhënëse, duke fuqizuar qytetarin me mjetet konkrete për të raportuar pa frikë në anonimat të plot, ne i mbyllim rrugën abuzimeve, dërgojmë një sinjal shumë qartë në uniformat e policisë që detyra e tyre është vetëm për të shërbyer dhe jo për të abuzuar. Dhe se askush nuk është mbi ligjin. Autoritetet nuk mund të jenë kudo, por syri dhe veshi i qytetarit është aleati ynë më i fortë, sepse vetëm në këtë mënyrë ndërtojmë një shërbim të besueshëm dhe një shtet që funksionon për të gjithë. Në të njëjtën frymë, dua të nënvizoj sot nga kjo foltore se dhe policia e shtetit është në fazën e punës për rivitalizimin e platformës së Komisariatit Digjital, e cila këtë vit mbush një dekadë të plot nga krijimi i saj. Përmes kësaj platforme janë trajtuar mijëra denoncime, ankesa dhe shqetësime qytetare, duke dëshmuar se kur krijohen kanale të drejtë për drejta për të besueshmëri dhe komunikimi, qytetarët nuk ngurojnë të kontribuojnë në sigurinë dhe drejtësinë në vend. Rivitalizimi i kësaj platforme do të shoqërohet me përmirësime teknike dhe procedurale, të cilat synojnë të rrisin shpejtësinë e reagimit, cilësinë e përgjigjes dhe transparencën e trajtimit të çdo rasti, sepse qytetarët meritojnë jo vetëm të dëgjohen, por çdo pikpyetje e tyre duhet marrë zgjedhje. Kjo është rruga që kemi zgjedhur në vizionin Shqipëria 2030, me shumë transparencë, më shumë llogaridhënie, më shumë ndërveprim me publikun. Në të gjitha këto për të ndërtuar një marrëdhënie të re besimi ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve në vend. Edhe në sondazhin e fundit, policia renditet tek institucionet më të besuara. Po kjo punë duhet forcuar dhe rezultatet duhet konsoliduar përmes shembujve pozitiv e të përditshëm. Nuk mund të ketë siguri pa drejtësi dhe nuk mund të ketë drejtësi pa besim. Besimi lind nga vullneti për të vënë e përmirësuar dhe për të treguar të përgjegjshëm përpara qytetarëve tanë. Sot, përmes këtij aplikacioni të ri dhe përmes forcimit të platformave ekzistuese, dërgojmë një mesazh të qartë se Shqipëria dhe në Shqipëri nuk ka vend për abuzim, me uniformën, me ligjin dhe me detyrën. Nuk ka vend për pandëshkueshmëri, nuk ka vend për heshtje përballë padrejtësive. Vetëm përmes këtij bashkëpunimi, qytetarët e ndërgjegjshëm dhe institucionet të përgjegjshme mund të ndërtojnë një të ardhme më të sigurt dhe më të mirë për të gjithë ne. Faleminderit.